një mortje që e persekutonte Shqipërinë në çdo sportel, në çdo hap. Nuk ekziston më. Ne kemi bërë një audit ndërkombëtar të platformës për të kuptuar deri në fund se çfarë ka prodhuar ky transformim. 620 milion euro të kursyeera për qytetarët dhe për bizneset, vetëm nga ky transformim, vetëm nga asgjësimi i radhave, vetëm nga kursimi i kohës, 1 miliard kilometra rrugtim, 1 miliard kilometra rrugtim, vajtje, ardhje, njerëzish për të marrë dokumentat. Ose, se kjo më pëlqen, na e kanë vënë përpara si një shembull auditorët, 25.000 xhiro rreth tokës. Të gjitha këto përfshin edhe shërbimet konsullore. Ata që jetojnë jashtë kanë kursyer 57 milion euro nga fakti që mund t'i marrin shërbimet nëpërmjet platformës dhe më e rëndësishme akoma, ata që jetojnë jashtë mund t'i marrin njësoj shërbimet si ata që jetojnë brenda, pa pasur nevojë të presin ditën kur do vinë në Shqipëri për të shkuar në radhë, për të shkuar te sporteli dhe për të bërë pjesëmarrësin në ato skenat e tmerrshme, besoj duhet akoma t'i mbani mend, të sezoneve të verës, kur në mes të vapës dyndeshin njerëzit nëpër sportele për të marrë shërbime. Dhe bëj një llahtar sikur ishin refugjat në ndonjë kamp lufte që pristin që luftonin mbrapa kamionit ushqimeve. Por ajo që është e rëndësishme sot të thuhet është çfarë po bëjmë aktualisht dhe çfarë do të kemi në dispozicion në vitet që vinë. Tani më Akshi ka marrë edhe flamurin e inteligjencës artificiale. Fati e desh që një ndër krijuesit e OpenAI dhe të ChatGPT-s të ishte një shqiptare, Mira Murati, me të cilën ne jemi lidhur qysh në javën e parë pasi doli ChatGPT-a dhe morëm vesh ekzistencën e saj, dhe sot, fal bashkëpunimit me Mirën dhe me skuadrën e vet dhe punës së Akshit, negociatat me Bashkimin Evropian bëhen me inteligjencë artificiale. Është vendi i parë që përdor inteligjencën artificiale për të bërë negociata me Bashkimin Evropian dhe fal inteligjencës artificiale, transferimi i gjithë trupit ligjor të Bashkimit Evropian, aki komunitar, që është mbi 3 milion faqe, kryhet me një shpejtësi maramundse. Vetëm për të bërë këtë proces, Kroacisë, që ka shkëlqyer me integrimin evropian, janë dashur 7 vjet. Ne do ta mbyllim të gjithë procesin brenda afatit që kemi dakordsuar me Komisionin Evropian 2027 dhe po të shikoni fluksin e informacionit që vjen në kohë reale nga modeli inteligjencë artificiale, i cili bëhet gjithmonë më i mençur dhe sot kemi faktikisht nëse e nisëm me një përpikmëri 90%, sot e kemi përpikmërinë 99% në transferimin e bazës ligjore të BE-s në gjuhën shqipe, po jo vetëm kaq, por edhe në disa procese tjera që bën modeli, siç është komplementariteti me legjislacionin ekzistues, mbi vendosit e tjerë, është vërtet spektakolare.
është vërtet spektakolare. Dhe për te i kësaj, ne kemi futur tani inteligencën artificiale në Ministrinë e Drejtësisë si një nga ata detektorët që shikojnë nën tokën për të futur në të gjitha shtresat e nën tokës së legjislacionit shqiptar dhe për të identifikuar të gjitha mbivendosjet që në vite janë bërë duke bërë ligje të reja që nuk kanë marrë në konsiderat ligjet e vjetra dhe për të pastruar të gjithë legjislacionin ton nga pengesat që krijohen pasi çat jep një ligj, nuk ta jep një ligj tjetër. Sipas një ligji ty të takon kjo, të del një tjetër që thotë jo prit se ligji jon, pra ligji i një ministrie tjetër, nuk të lejon. Të gjitha këto ne po i shohim edhe modeli është duke u trajnuar dhe besojmë që në 2 vitet e ardhshme do kemi një pastrim që nuk ja bërë asnjë vend nga këta mesdhetarët, se Gjermanët edhe Europa e Veriut nuk kanë shumë nga këto mbivendosjet, se kanë pak ligje dhe kanë shumë rregull. Këtej nga poshtë ka shumë ligje dhe më pak rregull. Ku hym edhe ne, kuptohet. Tjetra që ne po bëjmë, e tha Linda, është modeli inteligencë artificiale për programimet publike. Sot, fakti është bazuar në raportin e Sigmës, që është instrumenti i Bashkimit Evropian për të monitoruar një sër aspektesh të qeverisjes ku përfshihen dhe programimet publike, ne jemi lider në rajon për programimet publike. Në legjislacionin e programeve publike, ne jemi vetmi vend në rajon që nuk kemi piketat ndërmjetme dhe që Bashkimi Evropian e konsideron gati. Ndërsa në implementim dhe në integritetin e programeve publike, ne kemi arritur të jemi jo vetëm të parë në rajon, por të jemi me diferencë nga i dyti. Nga 100 pikë mundshme, Shqipëria ka marrë 80 pikë. Por ne jemi ambiciozë, do të shkojmë më tutje. Dhe duam që të zhvillojmë prokurimet me inteligjencë artificiale ku pjesëmarrja e njeriut të zvoglohet në rolin e mbikëqyrësit dhe proceset të ndërtohen nga modeli inteligjencë artificiale duke filluar që nga termat e referencës. Aty ku në fakt fillon problematika e cënimit të integritetit garës. Nuk e di a keni dëgjuar në njëra të rastin kur u bën termat e referencës për një rrugë dhe u vendos si kriter që kompania të ketë eksperiencë edhe në sisteme audio. Kuptohet që qëllimi ishte të japë një kompanie të caktuar. Dhe pastaj kur u pyetën për ç'ne audio për rrugën, sepse janë dhe zogjt që nuk duhet shqetësohen nga zhurma. Pra të gjitha këto, modeli duke pas parasysh që ne kemi ndërtuar një sistem të bazuar tek njeriu që termat e referencës duhet të filtrohen nga Agjencia për Programimin Publik dhe kjo e ka ulur në mënyrë të ndjeshme arbitraritetin në termat e referencës, gjë që na ka arritur shumë në raport me vendet e tjera të rajonit, por këtë tani do ta përdorim si bazë për trajnimin e modelit të inteligjencës artificiale. Tjetra është sektori i të ardhurave në tatime dhe ndogana. Fiskalizimi ka qenë një hap i rëndësishëm, por i pamjaftueshëm dhe i paplot pa hapin që tani po hedhim me inteligjencën artificiale në analizën në kohë maramëndse për nga shpejtësia të gjitha transaksioneve dhe në identifikimin e problematikave me transaksionet. Që do thot një inspektoriat i taksave tërësisht i padukshëm dhe një inspektoriat i taksave që nuk të vjen të trokasit e dera dhe nuk paraqitet
me shëmbulltyra nga një herë të rrezikshme për ekuilibrin emocional të personit. Dhe në një kohë shumë të shpejtë brenda këtij viti, ky model do të jetë funksional dhe modulet e tij do të zhvillohen në vazhdimsi. Kështu që do të kemi një pamje në kohë reale, siç kemi ekranin këtu, të gjitha transaksionet që ndodhin në Republikën e Shqipërisë, të gjitha kompanive dhe me sinjale, njësoj siç sinjalizojnë inspektorët real të këtij syri inteligjent mbi të gjithë Shqipërinë për të na thënë se ku po bëhet një lojë me të ardhurat që i takojnë shtetit. Elementi tjetër